Policia rrugore e kryeqytetit për vitin 2014 ka vendosur rreth 219.000 gjoba, ose e thënë ndryshe 92.000 gjoba më shumë se viti 2013. Sipas të dhënave të siguruara nga Drejtoria e Policisë Qarku Tiranë, bëhet me dije se vlera totale e gjobave është 235 milion lekë të rinj. Për vitin 2014 në kryeqytet janë pezulluar 5.800 leje drejtimi, nga të cilët 790 raste për mos respektim të normave të shpejtësisë, 980 raste për drejtim të mjetit në ndikimin e alkoolit, 2.970 raste për mos respektim të sinjalit të semaforit, 1.220 raste për mos respektim të sinjalistikës dhe 315 raste për shkelje të tjera. E thënë ndryshe, nga ana e policisë rrugore janë pezulluar rreth 4.800 patenta më shumë se viti 2013, vit në të cilin janë pezulluar vetëm 979 leje drejtimi. Gjatë vitit 2014 në qarkun e Tiranës janë shënuar 5 aksidente me vdekje më pak se viti 2013. Në total kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve rrugore 40 persona. Gjithashtu, ulje ka patur dhe në numrin total të aksidenteve, ku janë shënuar 28 aksidente më pak. Me gjithë masat e marra nga ana e policisë rrugore, numri i lartë i aksidenteve rrugore me vdekje dhe plagosje rënd vijon të jetë ende një problem shqetësues për sigurinë e qytetarëve.